Vepër tjetër ose shenjë tjetër në fakt, që aludon që Allah Zuxhel po e doj ka robën e vet, është që Allah t'i japë mbarësi që përfundimi i tij të përfundimi mirë. Dhe veprat e tij të jenë vepra të mira që i përfundon kur t'i vije xheli e tij. Thot pejgamberi Allah të Zuxhel, kur Allah e do robën e vet, e ëmbëlson i tha ja Rasulullah. Si e ëmbëlson Allah robën e vet? Tha pejgamberi Allah ta i jep mbarësi që të punojë vepra të mira në praktë e xhelit të tij derisa janë të kënaqur komshit e tij ose janë të kënaqur ata që janë përreth tij. Me transmetim tjetër thot pejgamberi Allah xhelmi hadith tjetër. Te Ebu Mamës thot pejgamberi Allah, kur Allahu ja don robit të tij të mirën, Allahu e pastron para vdekjes së tij, tha ja Rasulullah. Si është ky pastrim? Tha pejgamberi Allah xhel, tha vepra e mirë që Allah xhel e frymzon robin ta punoja derisa ja merr shpirtin atij. E do thotë që kur e shef një person që po punoj ka vepra të mira në pleqërinë e tij dhe në praktë e xhelit të tij, këto gjitha janë përgëzime dhe janë do thotë si është do thotë një lloj përgëzimi për të që ky person Allahu po e doj ka dhe për të shpresohet me lenë Allahut hajri dhe mirësi. Dhe normalisht që personi i cili ndron jetë duke qenë vepër mirë dhe duke punu veprat mira, kjo aludon që përfundimi i tij qenë ka i mirë. Si shembull po e marr kur një person ndron jetë duke qenë i hram. Normalisht që vdekja e tij është një prej shenjave të mira, sikurse rasti i atij sahabiut i cili ra prej devës edhe e theu qafën e tij. Dhe ndroi jetë pejgamberi Allahut për të tha, lanë tha me ujë dhe me sidër. Dhe pastaj që finosni me ata dy thobe, me ata dy petka që i ka pas me ihramin e tij. Dhe mos e parfumosni, sepse siç e dini do thotë nuk lejohet që ai i cili është në ihram të përdorë parfum. Dhe thotë mos ja mbuloni kokën e tij, një transmetim fytyrën e tij me kokën e tij. Thotë sepse ky ditën e kiametit do të ringjallet duke bë telbie, duke thënë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. E do thotë që sheriati i Allahut azza xhel i ka bërë disa shenja që aludojnë që si është përfundimi i njeriu, është i mirë apo është i keq. E nëse e shef që disa nga ato shenja që kanë ndonjë sheriat dhe i ka përmend sheriati gjenden tek një person, atëherë për të shpresohet hajri dhe mirësi. Një prej tyre është gjersa në ball, si shkon hadithin e pejgamberit Allahut azza xhel. Besimtari i cili ndron ose besimtari vdes me djers në ball, do thotë kur e shef një besimtar i cili ndron jetë dhe ka djers në ballin e tij, atëherë shpresohet për të që kjo është përfundim i mirë. Po ashtu ai i cili ndron jetë, përfundimi i tij është duke e thënë dëshmi shahadetin, edhe për të shpresohet hajri dhe mirësi. Thot pejgamberi Allahut azza xhel, që kush e thot, kush është fjala e fundit, fjala la ilaha illallah, ai person do të hyjë në xhenet. Normalisht që këtë fjalë nuk ka mundësi ta thojë një person i cili nuk ka jetuar me të dhe nuk ka punuar me të dhe nuk i ka besuar kësaj fjalës. Ai do ta thot vetëm se ai i cili ka punuar me të, i ka besuar dhe i ka plotësuar kushtet që i kërkon kjo fjalë. Ai person i cili ndron jetë dëshmor në rrugt të Allahut azza xhel, edhe kjo është shenjë e përfundimit të mirë. Normalisht që dëshmorët e këtij ummeti nuk janë të përkufizuar me numër të pakt, numri i tyre është shumë i madh. Dhe nuk përkufizohet shejtllëku vetëm se me fushën e betesë, sepse edhe ai i cili ndron jetë duke qenë në shtrat, mirë po në jetë i tij ka qenë i sinqert që ndroi jetë si dëshmor do të jetë në gradën e dëshmorëve. Si thot pejgamberi Allahu xhel, kush e kërkon shejtllëkun prej Allahut azza xhel me sinqeritet, Allahu do t'ja mundsojë që të arrijë gradën e shejtllëkut edhe nëse ndron jetë në shtratin e tij. Dhe poshtu Allahu azza xhel nga mëshira e tij bëri që Allahu azza xhel t'i sprojë robët e tij me disa musibete, që nëse e godasin robin, atyre do t'ja ngritë gradën deri në gradën e dëshmorëve. Një prej tyre është kur njeriu e mbron pasurinë e tij, nderin e tij dhe fenë e tij dhe gjakun e tij. Siç ka në hadithin e pejgamberit Allahut azza xhel, se kush vritet duke e mbrojt pasurinë e tij, ai është dëshmor. Kush vritet duke e mbrojt familjen e tij, ai është dëshmor. Kush vritet duke e mbrojt fenë e tij, ai është dëshmor. Kush vritet duke e mbrojt gjakun e tij, ai është dëshmor. Do thotë që dëshmorët e këtij ummeti që kanë shumë, dhe poshtu në disa transmetime ka ardhur që ai i cili ndron jetë nga murtaja, dhe poshtu ai i cili mbytet në ujë, ai i cili mbytet në vërshime, ai i cili ndron jetë nga smundja e barkut, ai i cili ndron jetë nën rënoja, gruaja e cila vdes në momentin e lindjes, gruaja e cila është
në periudhën e Leonis, do thot Lehonja, gjitha këto janë dëshmorë të umetit. Dhe nëse ndron jetë, për ta shpresojmë inshallah që kjo është përfundim i mirë. Me lejen e Allahu xhel.